Dinamo e Zagrebit në Kroaci njihet për akademinë e saj të shkëlqyer dhe i kushton shumë rëndësi gjeneratave të reja, pothuajse çdo sezon marrin të paktën një lojtar të ri në ekipin e parë dhe Zvonimir Boban, drejtori i Dinamovitëve, vazhdon ta ushqejë këtë traditë. Dinamo është një prej klubeve që ka shitur lojtarë në shtetet e jashtme dhe të gjithë të dalur nga akademia e saj e të rinjve, me në krye Luka Modrić. Një djalë nga Kosova tani po çmend Europën dhe Zvonimir Boban reagon. Kështu është titulli i mediumit bosnjak Sport. Dinamo të sjell djem të talentuar në Kroaci. Një shembull i kësaj është Dani Olmo, i cili mbërriti te Dinamo nga Barcelona si fëmijë dhe u prezantua me botën e futbollit në Zagreb dhe më vonë realizoi ëndrrën e tij dhe nënshkroi për Barçën. Me ardhjen e Zvonimir Boban, puna rreth shkollës së të rinjve nuk ndryshoi dhe ai qartë dëshiron të ushqejë traditën që Dinamo ka kur bëhet fjalë për gjetjen e talenteve të futbollit në të gjithë botën. Në opinionin kroat po qarkullon edhe një tjetër lojtar i talentuar futbolli. Ky është Anit Kurti, djali i Xhevat Kurtit, i cili njihet si ish futbollist i shquar në disa klube nga Kosova, përfshirë Prishtinën dhe Trepçën, shkruan media bosnjake. Ky 15 vjeçar ka tërhequr vëmendjen e shumë klubeve europiane dhe Dinamo ka treguar interes për të, ku Kurti tashmë ishte në prova në fillim të këtij viti, ku raportohet se dolën të kënaqur drejtuesit e klubit nga Zagrebi. Kurti mori gjithashtu ftesë nga ekipin finlandez U15, të cilën babai i tij e konfirmoi dhe tha se ky është treguesi më i mirë se puna dhe përpjekja e tij po shpërblehen dhe se Anidi është në rrugën e dur për të pasur sukses në botën e futbollit.